shohim interiorin. Për herë se klasi ka pas interioret më të mira. Që të dera këtu është me këto diamond stitching, normalisht sedilet elektrike, ngroje, ftoje, memorie, edhe kjo që për të lëvizur sedilen e krau tjetër. Ky druni shumë i bukur. Këto dritave kanë kalu këtu tash për të kontrolluar, e kanë liru venin këtu. Kjo është me Burmeister, jo me 4 dën, e sedile është me këto diamond stitching. Timoni është i bukur, ka këtu të distronikut e këto gjonat e tjera, plus minusat mrapa, i ka touch sensitive këto butonat, head-up display madh, ambient light normalisht, edhe ambient light i shumë i bukur këtu lart. Kjo është makina më mirë që po Benzi, kështu që normalisht që janë kujdes për detajet gjonat të bëjnë sa më të bukura. Këta e kanë bo me ekran. Puna është që kanë bo të gjitha tash. C-klasi, GLC-ja, SL-ja, të gjithë Benzi tash kanë bo këta dhe nuk duket më dhe aq e veçantë sa do ishte duk. Para ka pas gjona që ka pas vetëm S-ja. Po prap më mirë unë jam më shumë fan si butonave se sa i këtyne ekraneve kështu. Tu ke kamerat, shef është 360 gradë. Këta Airventat nuk i ka më trumllak, për i kanë bo këtu si katrore këtu lartë, edhe këto këtu i kanë bo bukur. Tu ke wireless për të kariku, këta janë Type C për karikus normalisht, se makinë e re, për ngrenë makinën vetë, me link keep assist e gjitha ke ka autonomi nivelit 3, e ke gjitha gjonat, normalisht dhe me masazh. Më ngroje ka dhe këtë pjesën këtu anash, edhe të pasagjerin, që të gjona, me touch e rëshqet gishtin.